Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer ka njoftuar planet për ndalimin e aksesit në media sociale për përdoruesit nën moshën 16 vjeç, duke e cilësuar këtë si një hap të madh për mbrojtjen e fëmijëve dhe shëndetin e tyre mendor. Sipas deklaratës së bërë në Downing Street, Starmer tha se media sociale po ndikojnë negativisht tek të rinjt, duke rritur rastet e ngacmimit online dhe duke dëmtuar mirëqenien e tyre psikologjike. Mediat sociale i bëjnë fëmijët pa kënaqur, ua bëjnë më të lehtë ngacmuesve të abuzojnë dhe mund të dëmtojnë shëndetin e tyre mendor, u shpreh ai, duke theksuar se masa e propozuar shkon dhe më tej se rregulloret ekzistuese në vende të tjera. Plani parashikon ndalimin e përdorimit të platformave kryesore të rrjeteve sociale për nën-16 vjeçarët, si dhe kufizime të reja për aplikacionet dhe shërbimet online, përfshirë reduktimin e mundësisë për komunikimin me persona të panjohur në disa platforma digjitale. Starmer theksoi se pavarësisht kostove dhe sfidave, qeveria beson se vendimi është i domosdoshëm. Ai shtoi se ligji do të trajtohet si pjesë e një ndryshimi më të gjerë shoqëror, duke synuar të risigurinë e fëmijëve në internet dhe të japë prindërve më shumë kontroll mbi përdorimin e teknologjisë nga fëmijët e tyre. Qeveria britanike planifikon që projekt ligji të miratohet deri në fund të vitit, ndërsa zbatimi i tij pritet të nisë në pranverën e ardhshme. Starmer gjithashtu u shpreh se masa nuk është kundër teknologjisë apo inovacionit, por për një përdorim më të sigurt të saj. Sipas tij, rreth 90% e prindërve mbështesin vendosjen e kufirit të moshës në 16 vjeç, sipas një sondazhi të qeverisë britanike me përdorimin e botës digjitale nga të rinjt.